për gatishmërinë për të bërë pjesë e emisionit të Hambar sonte. Edhe për këtë pamje të bukur prej kullës tënde, kështu që po na fal me këto elementet kombëtare. Faleminderit shumë që je sonte bashkë me neve. Nërës në vjekesh që nuk kem në studion po mundësi, sepse po ditën ishim në terren, atër shfrytëzoj rastin përmes kësaj linje mi u përshëndet ju në studio dhe teleshikuesit që po na përcjellin. Okej. Zot Ibrahimaj, për nisim me ty pasi të kemi edhe në lidhje direkte, duke të dhënë pak më shumë përparësi dhe besoj me kuptimin e gjithë këtyre që kemi në studio për shkak se edhe koha është limituar në këto minuta që ke rezervuar për ne. Të flasim pak për jetën pas luftës. Si është jeta e një ushtari, ndoshta një njeriu që ka dhënë kontribut gjatë periudhës më të errët. Jo periudha më e errët, mirë po periudha ku është dashur të luftohet ndaj një armiku siç e kemi pasur ne. Po, fillimisht çdo ushtari ushtrisë ligjore të Kosovës ka qenë ekspozuar para plumit të forcave serbe, para vrasjes së bashku me tërë familjen, edhe unë po edhe kolegë që në studio, gjithë cili ka qenë ekspozuar dhe ka qenë mundësia që të jetë në listën e dëshmorëve që po i përkujtojmë çdo ditë, vile këtë javë ka qenë edhe ditë të çlirimit të qyteteve të Kosovës, të tërë Kosovës, shfrytëzoj rastin me uroj ditë të çlirimit çdo ushtari të ushtrisë ligjore të Kosovës, pas luftarëve, familjarëve të dëshmorëve që janë më meritorët, çdo qytetari unë bën Kosovës, po kudo që na përcjellin urime ditë të çlirimit. Fillimisht nuk ka qenë lehtë një djalë i ri me pranu, me ndonë një rrugë, e cila ka qenë me plot rreziqe, jo vetëm për veten fizikisht, po për tërë familjen. Gjithë cili ushtari ushtrisë ligjore të Kosovës nuk e ka menduar asnjë rrethon që do të jetë i plagosur, po si do të jetë i vrarë ose nëse nuk vrahet vetë, si ta tërheq trupin të kolegut tij të vrarë në vijat të frontit në Pristikome. Kanë qenë momente të rënda, emocione, po gjithsesi edhe kanë qenë ditë krenarie. Zot Ibrahimaj, cila mendon që është padrejtia më e madhe që është bërë ushtarëve në këtë periudhën e pas luftës? Po, ushtarët e ushtrisë ligjore të Kosovës nuk kanë bën ato që kanë bën për levdata, për merita, por sigurisht që është e rëndë kur ndinë ofendimet të përditshme në për studio televizive, në për tubime, duke thënë se më e lehtë ose me e lirë do të kishte qenë me pagu mercenar. Shumë më rëndë ka qenë ajo që kem dëgju atë audioingjizimet e zënjes Kusari Lila, e cila fton Radojqiqin që grupi i listës serbe të merr pjesë në seancë dhe të votoj kundër ligjit për kategoritë e luftës, sepse shumë herë po flitet se ligji ka qenë për veteranët. Jo, ligji ka qenë për kategoritë e luftës ku përfshihen familjet e dëshmorëve, do të thotë ligji për familjet e dëshmorëve, për invalidët, për veteranët. Unë ditës jam shumë në terren dhe kam shumë shokë që janë invalid në shkollë të lartë, që kanë nevojë për proteza dhe apo kur përfolën protezat e një invalidi se janë të kushtueshme, se janë kështu, cili invalid kish pas shep me konë invalid dhe me marrë një protezë. Invalidët nuk marrin parë për proteza. Ministria e Shëndetësisë organizon një lloj tenderi dhe kompania që fiton tenderin i fton i merr masat për protezat dhe pas një kohë ja protezat. Asnjë qytetar i Kosovës, asnjë veteran nuk kish pas dëshirë me konë në atë listë që shkoj të merr një protezë. Si e dorë, si e konë çfarë do lloj proteze. A mund të konsiderohet faktikisht edhe si tallje ta quajmë kjo vlera prej 170 euro, nëse jam gabim, që marrin veteranët? Po, e që në 70 kjo ligje ka kalu në qërin Haradinaj, do të të në vitin 2004-2005, dhe prej atëherë nuk është asë një pik, asë një presje prej atëherë. Ishte rasti që murën iniciative shumë deputet që të kaloj ligji për kategoritë e luftës dhe bëhet nivelizimi paga edhe për veteranët e invalidët dhe ndodhja që ndodhi në parlamentin e Kosovës që mendoj që ka qenë turp. Shif një luftën në
tash që po ndodhen në Ukrainë, shihni luftën në Izrael, dita ditës vendi po ekspozohet për një luftë të re dhe cili do djali i ri sot kur i sheh familjarët e vet qenin valet, qenin luftar, çfarë trajtimi, cili do të ishte morali një djali i ri ose një ushtar i FSK-s që të përgjigjet luftës kur i sheh si trajtohen kategoritë luftës në këto 20 vite të punit. Okej, Zoti Ibrahimaj, po të kërkoj mirëkuptim nga ana juaj të qëndrosh në këtë lidhje direkte. Do të marrim edhe mendimet e mysafirëve që kemi në studio, pastaj çdo inkuadrim i yti besoj që është vlerë shtuar për emisionin tonë. Edhe i misoar, kur do që ndjen që ka